Mungesa e autobusëve në kryeqytet po vazhdon të shkaktojë revolt tek qytetarët, të cilët çdo ditë po përballen me pritjen e prestacione dhe vonesat e shpeshta në oraret e parashikuar. Sipas qytetarëve, në disa linja autobuset qarkullojnë në mënyrë të rregullt, por në orët e pikut shpesh janë të stërmbushur dhe e vështirë të gjendet një vend siç duhet. Problemi është veçanërisht i theksuar në lagjet periferike, ku banorët thonë se ndonjëherë presin mbi 30 minuta për një autobus. Sa kohë që pret? Ka një 20 minuta. Edhe për ku duhet të ftoj? Për Teraj. Si është? Ka autobusa, nuk ka kondicionin? Për Teraj po, ka më shpesh, por 9 dhe 19 që janë më problem. Shumë banon, nga një orë diçka. Nema автобузи, брат, сати повеќе се чека. Абе, цел ден нема автобузи, брат, цел ден, што да ви кажам. Која е причина да според вас? Зошто? Политиката наша таква е. Политичарите, брат, они да земат на рака како што треба, ќе следа се. Меѓутоа, Кога како, некојаш се чека, некојаш не. Важно редовно одам со автобуси. Па не знам да ви кажам, тие често што патуваат, тие повеќе знаат, али многу луѓе се жалат дека нема автобус. Nga ndërmarrja publike e transportit deri me tani nuk ka një sqarim të detajuar për numrin aktual të autobuseve që janë në qarkullim, edhe pse qytetarët kërkojnë transparencë dhe zgjidhje konkrete. Sipas informatave, ndërmarrja e qarkullimit publik momentalisht disponon me 341 autobus. Nga ky numër i përgjithshëm në qarkullim lëshohen vetëm 157 autobus në të gjithë linjat urbane dhe periferike.